Për 4 ditë radhazi, vijon i pashuar zjarri në vend ngërmullimin e mbetjeve në fshatin Halile të Fushkrujës. Për forca zjarfikse të Krujës situata është e vështirë, pasi vatrat e krijuara janë ende aktive. Nga informacioni marrë, në ndihmë për shuarjen e plotë të zjarrit, ka shkuar dhe forcat armatosura që po transportojnë dherat me mjetet e tjera dhe po luftojnë për vendin e situatës në kontroll. Zjarri ka filluar mbrëmjen e të martës në vend ngërmullimin e mbetjeve në fshatin Halil, duke krijuar ndotje relativisht lartë në ambientin përreth këtyre fshatrave. Ndotja e lartë që është krijuar ka sjellë reagimin e ish kryeplakut Kadri Voga. Këtu ka dhënë një ndotje shumë të madhe dhe këto pasoja do vinë gradualisht dhe do ndikojnë ke komuniteti. Mushkrit e këtyre e kanë marrë infeksionin edhe drejt përfundimit janë. Sot nuk e kupton tjetëri, por më vonë, mas i muaji, mas 2, mas i viti, do ndikoj jashtëmase. Këtu nuk është vetëm ndotja e fshatit Halilej. Ndotja fillon që nga Borizonia, fshat Fushkruj, në fshatin Halilej, në fshatin Lerushk, Arameras, deri në Nikel, edhe gjithë fshatin Zgardhesh. Voga akuzon se kjo situatë do të zgjasë dhe se ndotja masive ekologjike do të shoqërohet me pasoja mjaft të rënda për shëndetin e popullsisë në këtë zonë.